إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falënderoj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt më drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe dërguari i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Përgjatë leximit teksteve të Kuranit dhe Sunetit gjejmë që Allah Azza wa Jall dhe poshtu pejgamberi sa kanë përmendur shumë cilësi që Allah Azza wa Jall i do. Dhe po ashtu shumë njerëz që përshkruan me ato cilësi që Allah Azza wa Jall i do dhe është i kënaqur me to. Feruz Abadi rahimullah thot Kurani është i mbushur ose i strëmbushur me cilësi që Allah Azza wa Jall i do. Dhe po ashtu me vepra dhe me shprehje si dhe me përshkrime të ndryshme që Allah Azza wa Jall i do. Gjitha këto tregojnë që Allah Azza wa Jall e do dikë, i do disa cilësi dhe është i kënaqur me to. Ai i cili mundohet të afrohet Allahut Azza wa Jall, patjetër duhet që të përshkruhet me këto cilësi, edhe të mundohet që të ketë të i posedojë ato. Nëse i ka, nëse bëhet i tillë, Allahu Azza wa Jall do ta dojë atë. Për atyre cilësive me lenin Allahu i përmendit disa, për atyre cilësive është takvalluk. Takvalluk nuk kupton zbatimi i urdhave dhe largimi prej ndalesave. Takvalluk në gjuhën shqipe zakonisht përkthehet si devotshmëri, po më saktë është përkthimi parafort mirë, po jo ashtu real siç ashtu thot kuptimi në gjuhën arabe. Po sidoqoftë, ai i cili është i devotshëm dhe ja ka frikën Allahut Azza wa Jall, atë do Allah Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall thot inna Allah yuhibbul muttaqin. Allahu i do ata të cilët janë të devotshëm. Përmes sa kur e pyetën se cila është vepra e cila i fut më së shumti në xhenet njerëzit, tha takvalluku, devotshmëria edhe morali i mirë. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një person që Allah Azza wa Jall e do, një person i cili ia ka frikën Allahut Azza wa Jall dhe njëkohësisht e ruan veten e tij mos bëhet lypsar dhe po ashtu i ruan veprat e tij që mos i shohin njerëzit. Ne kemi njerëzit fatkeqësisht që mundohen të shfaqen veprat e tyre. Haptazi. Disa vepra që shfaqen tilla, normalisht. Falja, namazit, disa prej veprave janë dukshme, mirë po janë disa vepra që njeriu nuk i di. Shembull namazi joti natës, a është patjetër dikush me ditë jo. Ajo është mesdhe mes Allahut Azza wa Jall. Një vepër që e ke punu për Allahun, a është më e mira me qenë për Allahun apo është më e mira me përmet nesër me kur ti e punon ose pas disa ditëve ose pas disa muajve ose pas disa viteve siç veprojmë ne. Ne zakonisht kur e bëjmë një vepër të mirë nuk e bëjmë për vete. Ne atë përmendim, themi se unë e kam punu dhe unë e kam bë edhe e kam bë mirë, por realisht ajo ta prish sinqeritetin, ta prish edhe po ashtu veprën. Përmes se më tha se Allah Azza wa Jall e do një rob i cili është i devotshëm. Do thotë ja ka frikën Allahut, i respekton urdhat e Allahut edhe largo prej ndalesave të Allahut. I cili nuk është lypsar, nuk lakmon. Atë që e ka është i kënaqur me atë. Nuk lakmon në duart e qerve, po shpirti i tij është i pasur. E njeriu kur ka shpirt pasur, është i kënaqur me atë që posedon. Dhe tha atë rob i cili është i fshehtë, do thotë e ka cilësi, nuk i shfaq veprat e tij. Po ato i bën për vete sepse funit me to kena me shku secili vet, veç. Secili në varrin e vet. Edhe secili do dalim për Allahut veç. E andaj më e mira është ato të bëhen për vete dhe mos shfaqen në veçantina për rrjete sociale, siç veprojnë disa, madje tash është bë problem edhe me shku në haxh ose me shku në numre. Çdo sen çka punon patjetër me pa secili prej atyre që i ka shok në rrjet ose që e ndjekin se ku është edhe çka bën, kjo nuk është normal. Le të mbetet diku pak diçka për Allahun Azza wa Jall. E andaj njeriu duhet me qenë më i vetëdijshëm edhe më i kujdesshëm kur është pyetje sinqeriteti i tij. Prej veprave precisave që Allah Azza wa Jall është tevekuli. Tevekul nuk kupton të mbështetesh Allahut Azza wa Jall. Mbështetja jote Allahut Azza wa Jall nuk kupton që ti çdo çështje tënde i mbështet Allahut Azza wa Jall. Allah thot inna Allahu yuhibbul mutawakkilin. Allah i do ata që i mbështeten atij. Ai që i mbështetet Allahut.
Padyshim që Allah subhanahu do t'japë dyert atij. Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu do t'ia shtojë rrezikun atij. Ai i cili mbështetet Allahut, do t'i largojë dëmtimet edhe lëndimet e njerëzve që ja bëjnë atij. Ibn Qayyim i thotë nuk ka vepër, nuk ka cilësi që ka mundësi t'ia shtyjë robit ta mbrojë prej zullumeve të njerëzve dhe prej armiqësive dhe atë që nuk ka mundësi ta bartë si tevekuli. Për shkak se tevekuli nuk kupton që ti krejt çështjet e tua i adoron Allahut azza wa jall. Plotësisht i mbështetesh atij. E kjo mbështetje që nuk është e lehtë, për shkak se tevekuli është vepër e zemrës. Edhe kërkon kërkon përpjekje, megjithatë i avlen. E ai i cili mbështetet Allahut, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu e do atë person. E treta prej cilësive për sot është sinqeriteti. Pejgamberi sa i përgëzoi të sinqertës që Allahu xheli do ata. Ata janë persona të cilët zemrat e tyre e kanë këtë cilësi, edhe janë sinqert. Janë sinqert me gjuhët e tyre, me veprat e tyre, me shprehjet e tyre, me punimet e tyre, me niyetet e tyre. Në çdo sen janë sinqert. Sinqeriteti nuk është i lehtë. Se me pasjen i lehtë sot nuk do të kishim gënjeshtar. Sot kemi gënjeshtar edhe numri i tyre shumë i madh. Edhe fatkeqësisht gënjejnë edhe ata që janë fetar. Tu nuk gënjen vetëm se ai i cili nuk është fetar, po gënjen edhe ai i cili është fetar, por shkak se kjo tregon realisht se nuk është e lehtë si cilësi. Prandaj Allahu e do. Allahu e do sinqeritetin edhe e do të sinqertin. E pejgamberi i përgëzoi ata që janë sinqert. Dhe tha pejgamberi, kush është i kënaqur që ta doje kush është i kënaqur që ta duaje Allahun dhe pejgamberin e tij, apo Allahu ta doje atë dhe pejgamberi i tij, atëherë le të jetë i sinqert në të folurit e tij kur ai bisedon. Nëse dëshiron që Allahu doje, edhe ti me shfosh dashnin që e ke për Allahun, atëherë je i sinqert në bisedën tënde. Je i sinqert në jetën tënde. Je i sinqert në punën tënde. Je i sinqert në çdo sen që të rrethon. Nëse je i sinqert, ka bereqet. Nëse nuk je i sinqert, nuk ka bereqet. Hu bereqeti. Përpara ka pas bereqet, është e vërtetë se ka pas bereqet. Pse? Për shkak se ka pas një lloj burrnie, e ka pas një lloj sinqeriteti, e kanë llogarit gënjeshrën se vepra shëmtuar dhe ashtu është. E tash gënjeshtra llogaritet art. Nëse dy me gënjy, ti je artist i mirë, e njeh mirë gënjeshrën. Mirë, por realisht Allahu xhel nuk ka art, te Allahu ka gjuna. E gjunohu ku çon? Gjunohu padyshim ka me çon shkatrim, edhe ka për me çu deri ku, deri në xhenem. Cilësi tjetër është besnikëria. Besnikëria është një cilësi që Allahu xhel e do. Ai i cili përshkruhet me besnikëri llogaritet besnik. Allahu e do besnikërin dhe i do besnikët. Ai i cili është besnik e duan edhe njerëzit. Nuk ka njeri i cili është besnik vetëm se e do atë. Këta persona janë të rrallë, veçanti ditëve të sotit, për shkak se besnikëria ka filluar që të humbe, që të zbehet, madje pejgamberi e llogariti një prej shenjave të kiametit humbjen e besnikërisë, ta pejgamberi kur humbet besnikëria pritet kiametin. Kur humbet besnikëria pritet kiametin. Besnikëria nuk kupton edhe në aspektin e fesë, edhe në aspektin e dunjos. Në aspektin e fesë, ti ke namazin besnikëri, për shkak se ti ke një marrëveshje me Zotin tënd. Falja e namazit, agjërimi, haxhi, e shumë gjithë ato vepra që ti ke obligim janë besnikëri. Nëse i zbaton je besnik, nëse jo atëherë e rishikohet vetja jote, e njëjta vlen çështjet e dunjos. Besnik në punën tënde, besnik në familjen tënde. A e trajton familjen apo e mirëmbon, a kujdesesh për ata apo jo? Punën tënde profesionale që ti e punon, a je besnik apo nuk je besnik? Pushtetin tënd që ti e ke, a je besnik apo nuk je besnik? Ne sot pse vuajmë zakonisht nëpër trevat e tona për shkak se ata që na udhëheqin e që ne zgjedhim vet me duart e tona nuk janë besnik. Na vjedhin, na poshtrojnë, na përbuzin, na nënshmojnë, megjithatë ne prap shkojmë edhe i zgjedhim ata. Do thotë që kemi problem. Edhe problemi nuk është i vogël, problemi është do thotë serioz. Pejgamberi sa tha, po të njëjtën hadith që e përmenda merret. Kush është i kënaqur që ta duajë Allahun dhe pejgamberin e tij, apo ta dojë Allahu dhe pejgamberin e tij, kur flet let flet me sinqeritet. Dhe kur ti lihet diçka amanet, le ta ruajat, le ta tregojë besnikrinë e tij që e ka. Për cilësive tjera është turpi edhe mbulesa. Allahu xhel është i turshëm. Allahu e do të turshën. Allahu është mbulues, i mbulon të metat e njerëzve. Dhe Allahu e do atë i cili mbulon të metat e njerëzve. Pejgamberi sa tha,
Allahu i madhruar është i turpshëm dhe mbulues dhe Allah e do turpin edhe poshtë e do mbulesën. Qëllimi i turpit është njeriu të ketë marrë, të ketë turp, t'i vje pak marrë. Se njeriu kur ka turp, atëherë i vjen marrë edhe me dal haptazi gjunohe me bë, edhe me shfaq diçka që nuk duhet për me shfaq, se ka një lloj marrë, ka një lloj turpi. Mirë po, kur njeriu nuk ka turp, atëherë ban çka do. Se s'ka turp, s'ka marrë. Normalisht e shef. I shturur, i devijum, problematik, haptazi do të thotë gjunaqar, kam ngul gjunat e tij. Gjitha këto tregojnë që ky nuk ka marrë, nuk ka turp, se me pas pak turp, veç pak marrë, normalisht kishte për me ndryshu çështja e tij. Allahu e do mbulesën. Qëllimi është Allahu e do mbulesën. Mbulesa është ajo e cila ti mbulon gjunat. Allahu ti mbulon tmetat. Ti mbulon gjunat, sepse ne kemi gjuna shumë. Kemi gjuna që i shfaqim disa prej tyre haptazi, po disa prej tyre i kemi fshehurazi. Nëse Allahu xhel nuk i mbulon ato gjuna që ne i kemi vepruar vetmi e që si dy kurkush, njerëzit kishin me hik prej neve të gjithë. Sikur gjunaat me pas e të dilshim ne jashtë me pas dal, te njerëzit kishin me hik prej neve atë shumë sa gjuna kemi, po Allahu xhel rahmetin e ka të madh. Allahu xhel na mbulon gjitha ato dhe nuk i shfaq para qirve. Prandaj muslimani është ai i cili i ambulon qetri gjunat, edhe i ambulon tmetat, edhe kështu duhet me qenë, nuk duhet me shpalos. Nëse dikush ka tmeta, edhe ka gjunohe, pa qetër duhet me ambulu ato. Sepse nëse nuk i ambulon, Allahu xhel do t'ja shfaqë atij. Thoshte Imam Maliku, se në Medinë ka pas burrat mëj, që nuk kanë qenë prej atyre që kanë pas haptazi, gjunohe, po Allahu xhel i ka demasku, u a ka shfaq disa prej gjunove që njerëzit nuk i kanë ditë për to. Pse? Për shkak se janë marrë me gjunat e qerve. E ka pas prej qerve që kanë pas gjunat, po Allahu xhel i ka mbulu për shkak se nuk janë marrë me qerve. E marrja me njerëzit edhe me tmetat e tyre është gabim që të kushton ty, i kushton edhe qerve, po fillimisht ty. Edhe dëmja shumë i madh për shkak se Allahu xhel ti shpalos edhe ty tmetat. Nëse do që Allahu ti mbuloj tmetat e tua, atëherë mbuloj vllavit tan musliman. Pejgamberi sa më tha kush dëshiron ose kush e mbulon një musliman, Allahu do ta mbulojë atë në dunjë dhe në ahiret. E nëse do ambulesa Allahu ta shumë e rëndësishme për ne, atëherë mbuloja vëllai tan gjunat që i ka. Po është përgjithësive tjera është sabri. Allahu thotë wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i do durimtarët. Allahu i do durimtarët edhe Allahu e do durimin, e do sabrin. Ai i cili përshkruhet me këtë cilësi, me të vërtetë përshkruhet me një cilësi e cila është cilësi e mirë, madhështore, e lavdueshme, se durimi duhet në gjitha aspektet, edhe kur e kryen ibadetin, edhe kur largohesh prej gjunave, edhe kur është pyetje caktimi i Allahut. Në gjitha këto tri raste duhet sabër, për me bëj ibadet, për me orë me fal xhumon, edhe për me fal namazin duhet sabër. Problemi ku qëndron ata që nuk falin ose nuk falin rregullisht, se s'kan sabër. Se vjen mërzim u çun sapa, me marr avdes edhe me shkon xhami ose më çun me fal te shtëpia. Nëse xhamin e ka larg. Kur është pyetje gjunon për me praktis, pse nuk mund të me praktis për shkak se ai ka problem? Një cigare që është më e thjeshta, më e lehta nuk mund të më lën. Pse thot nuk kam sabër? S'ka sabër. Kur është pyetje caktimi i Allahut, që Allahu xhel e godet me një musibet, nuk ban sabër e shefan kod vazhdimsi, pse se nuk ka sabër. E ai cili nuk ka sabër, atëherë realisht duhet ta kuptojë se duhet paqëtër që të pajiset me sabër. Pejgamberi sa më tha Allahu xhel, ta kur e do një popull e sprovon. E në mesin e tyre, ai cili është i kënaqur, Allah është i kënaqur me ta. Ai cili është i zemrum, i hidhrum me caktimin e Allahut dhe me atë që ka godit Allahu, atij takon ajo që ai e shpreh me gojën e tij. Po ashtu prej veprave tjera ose prej cilësive tjera është drejtësia. Inna Allahu yuhibbul muqsitin. Allahu do ata që janë drejt. I drejt në gjykim, i drejt në vendim, i drejt në punë, i drejt me familjen tënde, i drejt para gjithëve me veten tënde, po para gjithave i drejt me Allahun azza wa jall. I drejt me drejtësi. Allahu xhel e do drejtin. Dhe Allahu xhel e do drejtësinë. Pejgamberi sa kur i përmendi 7 grupe njerëzish që do të qenë në hijen e arshit të Allahut, që nuk ka hije tjetër ditën e Kiametit. Veçse ajo hije ku gjithë qertë qëndrojnë 50.000 vite në këmbë, lakurish, ku diellin e kanë mbi kokat e tyre më pak se 1 kilometër ose më tepër në fakt se 1 kilometër, ata qëndrojnë në hije. E një prej atyre, në mesin e tyre është udhëheci i drejtë. Allahu xhel e shpërblen. Ky shpërblim i madh vjen si pasojë
e veprës madhe që e ka pas ky njeri, se me qenë udhëhesi drejt nuk është e lehtë. Mirë po megjithatë nëse mundosh, Allahu që bereqet. E nëse ti je i drejt në udhëhesin tënde, familjen tënde, në shtëpinë tënde, në veten tënde, në raportin tënd ti me Allahun azza wa xal, atëre dije që punët e tua kanë me qenë mirë me lejen e Allahut azza wa xal. Po ashtu. Cilësi tjetër është bamirësia. Allah thot wa ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin. Bëni mirë sepse Allah azza wa xal i do bamirësat. Po ashtu Allah azza wa xal thot wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i do bamirësat. Po ashtu Allah azza wa xal thot inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut është afër bamirësve. Po ashtu pejgamberi sa thoshte që Allah azza wa xal i do bamirësat. Allah azza wa xal është bamirës edhe i do ata që janë bamirës. Islami është fe e bamirësisë në vlerat edhe gjitha e ritet e tij. Po ashtu. Prej cilësive është maturia edhe vetëpërmbajtja. Maturia dhe vetëpërmbajtja janë dy cilësi që kush i posedon thesarin këtë dunjë. Është i matur edhe është i vetëpërmbajtur. Nuk ngutet, sa i cili ngutet, pastaj i bie pishman. Mirë po ma vonë është vonë, për shkak se realisht e ka shkaktuar dëmin edhe i ka shkaktuar problemet. E pejgamberi i lavdëroi këto dy cilësi. Këto dy cilësi i kishte një prej sahabëve, i njohur me emrin me emrin El-Eshaq Abdul Kajs. Ky person ishte sahabi, shok i pejgamberit. Mi tha pejgamberi, tha ti tha i ke tha dy cilësi që i do Allahu te ti. Maturin edhe vetëpërmbajtjen. E i tha ja Rasulullah, këto dy cilësi a mi ka dhuru Allahu prej lindjes apo jam eduku me to? Tha jo, Allahu ti ka dhuru ato. E atëherë tha falënderimi i takon Allahut i cili mi dha dy cilësi që i do Allahu dhe pejgamberi i tij. Kjo nuk kupton që Allah subhanahu dikujt i jep disa cilësi që përshkruhet me to. Musliman, jo musliman. S'ka lidhje. Prej lindjes i ka këto dy cilësi. Mirë po, kjo nuk nënkupton që këto nuk ka mundësi që të fitohen më vonë, sepse edukimi dhe edukata ndikojnë te përmirësimi i njeriut. E nëse do që të pajisesh me gjitha këto cilësi, pa qëtër duhet sakrifis, duhet mund, ama ja vlen. Për shkak se atëre për një me pastrosh, shpirtërisht, edhe për një me stabilizosh moralisht. E feja jote kur stabilizohet atëre me lenë Allah, do të ndryshojnë shumë çështje. Po ashtu, cilësi tjetër është butësia. Normalisht butësia është një prej cilësive që i do Allahu xhel. Allahu xhel është i butë, e do butësinë. Edhe Allahu e jep nëpërmjet butësisë atë që nuk e jep nëpërmjet vrasësisë. Edhe nuk jep nëpërmjet asnjë gjë tjetër përveç se nëpërmjet butësisë, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush është i butë e duan gjithë. Kush është i ashpër, i vrasht, nuk e do askush. Allahu subhanahu tha walau kunta faddan galidhal lam faddu min hawlik. Tha sikur të kishe qenë ti Muhammed i ashpër, i vrasht, njerëzit kishin me ik prej teje. Edhe pse ka qenë pejgamberi i Allahut. Normalisht kur je i ashpër, kur je i vrasht, njerëzit nuk duan sepse njerëzit janë tillë. Zemra e do atë i cili sillet mirë me të, edhe zemra e urren atë i cili nuk sillet mirë me të. Andaj lut Allahun që të na pajisë me gjitha këto cilësi që e përmenda. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Precisime tjera që Allah subhanahu wa taala do është përulësia. Përulësia është ose modestia, si doni thoni, është një precisime që Allah subhanahu wa taala do, dhe ai i cili përshkruhet me modesti edhe me përulësi, me të vërtet përshkruhet me cilësi madhështore. Allah subhanahu wa taala kur i përmendi cilësitë e robërve të tij që janë devotshëm, tha wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam. Robërit e Allahut kur ecin nëpër tokë nuk ecin me mendje mallësi. Janë thjesht, janë modest. Për shkak se mendje mallësi është cilësi e urryer dhe nuk e do kurkush. Ama modestin thjeshtin e do secili. Prandaj precisime të pejgamberëve të Allahut, edhe burrave të mëdhenj historikisht, ka qenë pikërisht modestia. Pejgamberi sa më tha nuk ka njeri i cili nuk përullet vetë se ngritet tek Allahu Zogjel. Sa më i përullet që dije që pozita jote te Allahu Zogjel është shumë e lartë. Prandaj thoshte Imam Shafiu rahimullah, thoshte që përulësia është prej cilësive të bujarëve, kurse mendje mallësia është prej cilësive të këshinjve.
atyre të fliqurve. Se ai mendon se i avlen me qenë mendje madh, edhe mendon se qirt i frigon, edhe mendon se është më mirë se sa qirt. Edhe kur heqe ki po. Heq do thotë kështu, unë, ti po, te Allahu që ti nuk ja skuqi. Te Allahu ti nuk ja skuqi. Nëse do me pas pozitë te Zoti jot, patjetër i porulë. Po ashtu precisësive tjera është bujaria dhe fisnikëria. Ibn Abbasi thotë, pejgamberi sa ka qenë njeriu më bujar, kurse pejgamberi sa me një ditë tjetër e përmend, me një ditë thotë Allahu zotëra fisnik edhe do fisnikrin. Me një ditë tjetër Allahu është bujar, edhe e do bujarin. Kur është njeriu bujar, është zemërxhan, Allahu e do edhe duan njerëzit, se zemërxhani nuk ka njeri i cili nuk e don. Ai i cili nuk duhet ose njerëzit nuk e duan, është kopraci. Ai i cili ka zemër ngusht, edhe është kopracat nuk e duan njerëzit. Kurse bujarin, i cili është bujar në gjitha aspektet, e do secili, po ai më kryesori e do Allahu subhanahu. Po ashtu edhe qesi dhe me këtë përfundon qesi e fundit është dalirësia e shpirtit. Dalirësia e shpirtit nuk kupton vetë përmbajtja ndaj dëshirave dhe pasioneve. Shmangja e asaj që nuk është e hishme fetarisht edhe moralisht. Edhe palakmia në atë që e posedojnë njerëzit. Se dikush lakmon, nuk ka edhe lakmon. Kur është i kënaqur në shpirtin e tij, atëherë është i dalir në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij. Kjo dalirësi është argument se ky person e ka kuptuar realitetin e dunjos. Allahu ta ka dhënë atë që ta ka dhënë. Kënaqur me atë që e ke, sepse Allahu me pasjen më e mira kishte me ta dhënë, po Allahu nuk ta ka dhënë, sepse Allahu e di mirë se kjo nuk është e mirë për ty, andaj je i kënaqur me atë që Allahu subhanahu ta ka dhënë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu e do turpin, e do atë i cili nuk është lypsar, i cili është pasanik zemrën e tij dhe që është i delir me një ditë tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha je asket në dunjë, tha ka për me dosht Allahu subhanahu dhe je asket në aspektin e njerëzve, në raport me njerëzit, mos shkon me lyp të ata. Njerëzit do duan, tek i po kur shkon me lyp dikujt, e prish fytyrën më një herë, po? Sidomos kohëve të fundit, se bashkutat atë partana da kanë thënë elhamdulillah, kum gjete mu që me të një mu, për shkak se realisht kjo është metoda më e mirë për me mrin te Allahu, sot ne kemi të kundërtën, se njeriu ngushtohet kur i lip diçka, më njëherë fillon zemra i ngushtohet. Mirë, po kur nuk lip, je krenar. Apo askush ta bën me gisht. Edhe askush nuk thot se valloj filoni ka ardh, ka lip. Ti lip apo ku lipi Allahut. Se Allahu jep, Allahu nuk turpron. Allahu nuk ta çet në shesh. Ama njerëzit po, njerëzit ta përmendin më njëherë. Edhe të përbuzin edhe të shmojnë. Mos sot nesër, pas 50 viteve. Andaj ai cili është i dalin në shpirtin e tij. Raporti i tij me Zotin e tij ka për me qenë i mirë me lin Allahut, po njëkohësisht e ka njësisi që e do Allahu subhanahu edhe e duan po ashtu edhe krijesat e tij. Elus Allahun që Allahu subhanahu na pastroj shpirtat e tonë dhe Allahu subhanahu na bëj shpirtat e tonë të dalire. Elus Allahun subhanahu që Allahu subhanahu ta bëj zemrën tonë pastër, mos të lakmojmë pas asaj që nuk e kemi dhe elus Allahun që jemi kënaqur me caktimet e Allahut dhe elus Allahun që të na pajisë me cilësitë më të mira që Allahu subhanahu i do edhe është i kënaqur me to. Kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.